Rreth 30 familje të fshatit Guras kanë protestuar ditën e mërkurë përpara Bashkisë së Pogradecit duke pretenduar se tokat të cilat i kanë në përdorim prej më tepër se 30 vitesh i kanë kaluar me qira një investitori. Banorët kanë në dorë AMTP, një pjesë e mirë e tyre me vit të kuqe, pasi vitet të kaluara janë refuzuar sipërfaqet e tokës për mos pagesë taksash, ndërsa tashmë hedhin një hije dyshimi se procedurat e dhënies së atyre tokave me qira nuk kanë qenë konfort ligjit. Ktu ka një terr institucional. Bashkia duhet të bëjë sqarimin, a ka dhënë kontratë dhe nëse kjo kontratë është dhënë, a ka vendim të Këshillit Bashkiak, sepse kam dyshimet e mia që janë shmangur të gjitha procedurat ligjore dhe kjo kontratë është në shkelje të plotë të ligjit. Për momentin aty ka filluar të hapet rruga, janë prerë pemët shumë vjeçare të banorëve. Kam bërë aplikimin për certifikat, kam bërë 2-3 herë me është refuzuar, ka dalë negative. Thotë kadastra e keni refuzuar. Ndërkohë, unë tokën e kam në tapi ATM. Kam pasur të mbjellë të rrethuar, i ka prerë zotëria që ja ka dhënë Bashkia me qira. Kam marrë vendim nga Bashkia, nuk e di si është, duhet të na sqaroj Bashkia për këtë vendim. Ne këtë tokë kemi marrë me 7501-shin, edhe kemi aplikuar disa herë për të nxjerrë certifikatën dhe nuk na nxjerrin. Edhe na nxjerrin justifikime nga më të ndryshme, domethënë. Se e kam pastruar atje, i kam prerë të tëra gjërat, pa dinin tonë. Edhe kryetari fshatit të thot ai, të vinte të thoshte që këtë e kanë fshatarët. Ti pyesim njëre, duana, se duana. Ka marrë me kontratë me qira dhe del që ai ka tokën. Me banorët ka folur me disa, po jo me të gjithë. Me disa banorë ka folur. Po nuk zgjidhet problemi se ka folur me disa banorë. Problemi duhet parë thelb, është tokë ndarë, duhet të liret, se ligji është për tokat e pandara, nuk është për tokat e ndara. Banorët do ngrihen protestë, do bllokohen rrugët, çfarë do ndodhë? Sot keni një takim me Bashkinë. Sipas të dhënave, një pjesë e madhe e banorëve i kanë AMTP me vit të kuqe, procedurë që aplikohen nga ish komunat në momentin që banori refuzonte tokën për mos pagesë të taksave. Pikërisht, këto shënime nuk mundsojnë regjistrimin e pronave që banorët pretendojnë që ata sot kanë titullin pronësie për ta. Sipas Bashkisë Pogradec, çdo banor që ka AMTP të rregull dhe regjistron pronën në kadastër, kjo sipërfaqe më pas i zbritet subjektit që ka marrë sipërfaqen totale me qira.